madhështor, por që ne duhet ta njohim. Prandaj Allahu tregon se kush ai është. Sikurse flet më së miri dhe atë në mënyrë të përmbledhur dhe të mrekullueshme për veten e tij në ajetin më madhështor të Kuranit, në ajetul Kursi, ku thot Zoti i Madhërisëm, Allahu la ilaha illa hu. Allahu është ai, pra Zoti i vetëm që meriton adhurimin dhe nuk ka Zot tjetër përpos tij. Huwa al-hayy, është i gjallë absolut. El-qayyum, i qëndrueshmi i përhershëm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ata nuk mund ta kapë as dërmitja, kotja e as gjumë. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard. Ati i përket çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë. Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Askush s'ka mundësi që të ndërmjetësojë tek Allahu vetëm se me lejen e tij. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ai e di edhe të ardhmen tuaj edhe të kaluarën tuaj. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Njerëzit, krijesat e Allahut Madhërisëm, si ato njerëzore, po ashtu edhe ato gjindore, nuk kanë mundësi që të përvetsojnë diçka nga dituria, vetëm se atë që e lejon Allahu i Madhërisëm. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Kursiu i tij përfshin sa gjerësia që është mes qiejve dhe tokës. Wala yaquduhu hifdhuhuma, dhe atë nuk e mundon as pak kujdesin ndaj tyre, prandaj qiejve dhe ndaj tokës. Wa huwa al-'aliyyu al-'azim, dhe ai është i larti dhe i madhërisht absolut. Po Allahu na tregon se kush është ai. Na tregon se ai është i patëlejtë. Ai është më i lartë. Ai është madhështor. Ai është absolut. Ai është i cili nuk përngjason as pak me krijesat e tij. Ai është i cili i takojnë dhe i meriton emrat më të bukura dhe cilësitë më të larta. Është ai i cili çdo gjë që e vepron në raport me krijesat e tij e bën për të mirën e tyre. Është ai i cili sa herë që krijon përsos dhe sa herë që trajton e bën atë në mënyrën më të mrekullueshme. Allahu pasi që na tregon se kush është ai, na tregon edhe se përse na ka krijuar, pra kush është qëllimi i ardhes sonë në jetën e kësaj bote. Ndonë se shumica njerëzve mund edhe ta dinë, por jo që e harrojnë shpesh. Nëse nuk e harrojnë në zemër, e harrojnë në gjymtyr, e harrojnë në vepra. Prandaj ka një shkarje të madhe mes asaj se çfarë kanë në zemrat e njerëzit dhe mes asaj se çfarë veprojnë. Por ajo bindje e zemrës jo çdo herë po realizohet apo dëshmohet në praktikë përmes gjymtyrëve, përmes veprave që janë edhe argument praktik i asaj se çfarë kemi në zemër. Nga se nuk mjafton bindja në zemër, por detyrimisht duhet që krahas deklaratës, krahas shqiptimit se çfarë jemi, kush jemi, gjithashtu edhe ta dëshmojmë atë në praktikë, konkretisht përmes veprave me të cilat Zoti na ka ngarkuar. Nga se ardha jonë në jetën e kësaj bote nuk mund të jetë kot, duhet të ketë një qëllim, dhe ky qëllim duhet të jetë fisnik. Andaj Allahu qartazi dhe prerazi në Kur'an tregon se kush realisht është qëllimi i ardhes sonë në jetën e kësaj bote. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Unë nuk i kam krijuar e gjinët dhe as njerëzit për diçka tjetër përpos që të më adhurojnë mua. Po Allahu na tregon se qëllimi i ardhes sonë në jetën e kësaj bote është adhurimi i tij. Dhe realisht është vetëm Allahu ai i cili e meriton një gjë të tillë. Dhe ky adhurim nuk bëhet sipas asaj që ne mendojmë, nuk manifestohet sipas asaj që ne mund të mendojmë, por bëhet sipas asaj që Zoti na tregon, nga se nuk ka gjë më në vlerë, më madhështore se sa adhurimi i Allahut. Andaj çdo gjë që manifestohet në adresë të Zotit duhet të bëhet sipas asaj që Zoti na mëson dhe sipas asaj që Zoti nga ne kërkon. Sepse kemi të bëjmë me respektin ndaj Allahut të Madhërisëm. Adhurimi ndaj Allahut është respekti maksimal që ne mund t'ia bëjmë atij. Andaj ky adhurim duhet bëhet konform mësimeve të Zotit dhe njëherë edhe të profetit të Zotit alayhi salatu wasallam, i cili është sqaruesi i mësimeve Kur'anit. Babës edhe nanës mi bo mirë.
Babës edhe nanës mi bo mirë. Sa mi bo mirë, vëllazër, o xhamat.